Po 32 godini решил да ја напушти Германија. 1 мај по долго време, денеска го прославува со пријателите и семејството во Македонија. Unë e pikë parë hera e parë, pas e 32 vjet që më kënë në Berlin, pas 32 vjet e vendosa të lojë gjithmonë në Gjermanin, u ktheva në Shpaje, të familja, hera e parë që vej, të festoj këto, po marr pjesë në këtë, sikur të tjerët të gjithë, shohim se çfarë do ndodh sot, po të pa diçka interesante. Ka njerëz, ka ambient i mirë, atmosferë e mirë, koha e mirë, njerëz të njohur, çdo gjë shkon deri tash në rregull. Од рано утрово, речиси секое место беше зафатено во подножјето на планината Жетен. Мирисот на скара оддалеку се чувствуваше. Shta s'ta komar dhe mirë, shumë bukur. A të njarë të tjera, apo është për ata shumë? Jo, s'ma njerë është kjo. Vendi mirë është i past, ajri pastër është i shumë, po dhe mirë mban. И не само чистиот воздух, зеленилото беше добре дојдено и за друштвени игри кај децата. Семејствата доаѓаат често тука, не само за 1 мај. Dolem kur jemi të lirë vikendeve ta. Shumë mirë, shumë mirë. Edhe njerëzi ka plot të kanë dalë me mirë mbajnë, pastër është, sigurisht. Krejt çka jasën, çka i mbledhen brodhok, i mbledhen dhe i udhin. Похрабрите пак се одлучија за адреналинско јавање на коњи.